Ku ta di unë të gjitha llojeve? Ja kjo është. Prandaj që historia kështu është, krimi organizuar në Shqipëri, nuk unë, shiko, krimi organizuar nuk është vetëm ai që vetë e vret më. Krimi organizuar është ai që bën korrupsionin më. Po. Krimi organizuar është në gjitha format. Prandaj quhet krimi organizuar krim. Çdo vepër penale quhet krim. Krim quhet edhe ai shpërdoron detyrën më. Në bashkëpunim, që lan bashkitë dhe ikën me muaj të tëra në emigracion të mblidhin vota. Edhe shkojnë në bashkinë nuk mbarojnë dot as i punë. Në shkojnë bashkinë, në të gjithë bashkitë e jugut po desh aty. Nuk mbarojnë dot as i punë sepse kishin ikur gjithë administrata. Kishin vajtë kushurinë e tyre në përbot. Mblidhin vota. Po dhe ky krim është pra. Krimi organizuar po desh aty. Si është e mundur që në këtë operacion Spaku nuk bëri të ditur emra zyrtarësh të lartë apo politikan, sepse një rrjet i trafikut ndërkombëtar të drogës nuk besoj se mund të kaloj kaq lehtë në hundën e politikës apo zyrtarëve të lartë, pasi sipas dosjes së Spakut dhe përgjimeve që kanë dalë nga Sky ECC, bëhet e ditur se është transportuar edhe drogë në valixhe përmes personave që kishin pasaport diplomatike në vendet e Amerikës së Jugut. Kjo transporti drogës nga persona të cilët kanë imunitet dhe nuk kontrollohen, nuk është rast i parë. Nuk është rast i parë, kjo ka ndodhur me deputet që këtu e 20 e ca vite më parë. Jo vetëm me që transportonin drogë, po shkonin merrnin dhe lekët të trafikantët dhe i sillnin në Shqipëri. Madje sillnin dhe makina të vjetra deputetët dikur. Sillnin dhe makina të vjetra nga portet, nga doganat shqiptare dhe i sillnin në Shqipëri deputetët. Deputetët shqiptar, parlamenti shqiptar me Ala Bakër, me deputet hajdut ka qenë mbushur gjithë kohën. Se çaj mendoni ju deputetët? Çaj mendoni ju deputetët? Nëse ai që të sjell ty të bën deputet, harxhon miliona lek. Po çfarë problemi ka pastaj ai të ty detyroj të shkosh të çosh të marrësh të japësh lekët e trafikimeve të sjellësh edhe të transportosh. Sepse ai të jetë tutori atia. Nëse ti besh deputet me votat e krimit, pa dyshim që pastaj ti kthesh në tutori tia. Kjo është historia. Tani deputet në Shqipëria është një vend i cili e ka humbur formën e parlamentarizmit. E ka humbur bukurinë e parlamentarizmit. Ka mbetur vetëm me shkruar kushtetut që jemi republikë parlamentare. Po në fakt ne jemi një republikë presidenciale. Autokrate. S'ka më parlamentarizëm. Këta janë sa njerëz atje të punësuar, kanë emrin deputet, kaq. Si nuk i njeh askush më. Janë bërë deputet njerëz që nuk i njeh askush sot, platin. Nuk kanë as profesion, s'kan patur ndonjëherë për ashtu në jetën e tyre, pak të 70% e tyre. Nuk kanë punuar ndonjëherë në jetën e tyre. Nuk kanë qenë as avokat, as inxhinier, as mjek, as ku dëgjon që të ketë patur një funksion që ta njoh publiku. Ti çemi ne. Që po, avokati po e njofi më, do t'japim votën. Këta janë njerëz anonimon. Futen në listë aty dhe pastaj dalin që janë të lidhur me bandat. Janë të lidhur me krimin organizuar, janë të lidhur me X-in, djali aty, çupe këtij, bla bla bla, dashnore aty tjetrit dhe shkojnë deputet të parlament. Kjo është Shqipëria më. Pse duhet ta patjetër ne ta glorifikojmë një gjë që është para syve tanë, është gjë që vërtetohet lehtësisht. Tani operacionet këtu dhe të fundit, nuk e ka bërë policia jonë, as Spaku hyrë. E bën italianët. Edhe Sky ECC që ka ardhur, e sollën të huaj. E sollën, francezët, belgët dhe holandezët. Dhe gjatë përkthimeve të tyre ka shfrytur, ka dalë, sepse përkthysit që vetë përkthejnë ato dokumenta, që i transkriptojnë ato, përkthysët, i shikojnë, i bëjnë dhe njoftojnë njerëzit që është skandalosh, si do ta gjesh ti. Dhe të gjitha ato, i njoftojnë, ka dalë emri aty, ka dalë emri këtu, dhe ikin gjithë pasaj ratisel, dhe kurshja, nuk e ekzekuton dot asnjë kështu, urdhër arresti. Sepse kanë ikur, siç operacioni Ura. Dini ndonjë ju kush u arrestua? Po thoni ndonjë që u arrestua, përveç atyre që ishin para burgim. O të ishin të dënuar. Asnjëri tjetër s'u arrestua. Se edhe pse erdhë vetë italianët këtu. Jo më do arrestoj Spaku, kur të gjitha ato dokumenta që përkthehen, të gjitha ato letër, ato që kanë ardhur nga Sky ECC,
do i kalon një herë tek përkthyesi, pastaj do i marr prokurori që të filloj të kërkoj të bëj lidhjet e tij me grupet e kështu me radhë, me vrasjet, me ngjarjet, do shkoj në gjykatë të marrë një order arresti kështu me radhë. Ka dalë informacioni, ka ikur gjithë. Kjo është historia. Unë i them se jam profesionist e di si funksionon. Se njerëzit mendojnë sikur ka atje para prokurori e pse si arreston. Jo, që të prokurori ta bëj të ashtu atë dokumentin, do kaloj një herë te përkthyesi. Përkthyesi shikon emrat X, Y, i njofton, nesër i lajmëron. Ikim gjithë, si kap dot më. S'ka je kroçat, ka rënë viktima disa që në fakt shumica e tyre edhe s'do të ishin fare në paraburgi, po nejse, kjo është histori tjetër. Avokat, si mendoni, ka që fuqishme është mafia shqiptare, të cilën e ka denoncuar edhe vetë presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro, sipas të cilit mafia shqiptare po tenton të sabotojë zgjedhjet në këtë vend? Shiko, se kam dëgjuar këto ditë që jo ka mafia Shqipëria, jo s'ka. Padyshim Shqipëria ka krim të organizuar. Padyshim që Shqipëria nuk e ka mafia si Cosa Nostra, o që e ka mafia si Ndrangheta e ka. Nëse Cosa Nostra ka tipare të tjera të organizimit të mafjes, Cosa Nostra, Ndrangheta e ka organizimi familjar. Prandaj është dhe një mafje shumë emetike dhe një mafje e cila ka më pak bashkëpunëtor drejtësie. Për shkak të linjës së gjakut që ka ai formacion kriminal. Dhe ne, shqiptarët, e kemi të tillë. Dhe nga statistikat, ose më saktë nga çfarë ka hetuar prokurori antimafjes Grateri, pra që është një personalitet që një fëmir ka bërë edhe studime për sa i përket mafjes, ai jo më larg disa muaj më parë, i pyetur nga gazetarët italianë, lidhur me mafjet, ai ka thënë, pas Ndranghetës, mafia shqiptare është mafia e dytë sot në Evropë. Është mafia, thot, e cila më parë ishte shërbente të tjerëve, tani ka dalë vetëm, thot. Dhe është e dyta në tregun e kokainës sot në Europë. Unë jam i prirur ta besoj Gratierin. Pavarësisht se shqiptarët këtu, analistët, avokatët, juristët, ku dëgjojnë lloj-lloj njerëzish, thonë që ka krim të organizuar, po s'ka mafje. Jo, ka mafje. Sepse nëse do futesh të shikosh tiparet e mafjes, padyshim që mafja ka një kupol, ka një atë, dhe këtu patjetër që ka kupol. Ka X kupol dhe vazhdoj me radhë. Pa krim organizuar, këtu tek ne, e ka tiparet e mafjes. Sepse ka personazhin atje lart, ka njerëzit poshtë dhe ka dhe ushtarët që kryejnë veprimet qofshin këto dhe vrasje. Kështu që Gratieri, si një personalitet prokuror i cili e ka studiuar dhe vazhdon ta studiojë jo vetëm mafjen italiane, por dhe mafjet e tjera, thot se mafja shqiptare sot është e dyta dhe më e rrezikshme në Europë. Dhe mafja shqiptare, thot, ka kapur institucionet deri në qeveri shqiptare. Dhe bën pastrimin e parave, thot, me anë të ndërtimit në Shqipëri. Tani, unë pse s'duhet ta besoj këtë personalitet? Mos më ka bërë një studim zoti Dumani mua për mafjen, s'më ka bërë, që të më japi një version ndryshe. Kjo është. Prandaj që t'jeni të bindur për këtë gjë që mafja shqiptare, Shqipëria ka mafje. Nuk ka vetëm krim të organizuar, jo, ka mafje. I ka me emra, mbi emra, me klane, me kushuri, me kushurira, pra e ka të ndërtuar të tillë. Padyshim, nuk e ka disiplinimi që mund të ketë Ndrangheta. Sepse ka një përvojë kështu me radhë. Varet dhe nga natyra e njerëzve. Por që ka mafje ka. Dhe mafja e ndërtimit sot, apo mafja e tokave sot, është evidente. Mafja e tokave është evidente sa ka arritur, ka futur dhe dokumenta falsifikuar në arkiv shtetit. Mafja vetë për vjetë tokat. E dini apo se dini? Edhe dokumenta në arkiv shtetit ka futur mafja. Dhe pasaj ndërton, ai nxjerr dokumenta në arkiv shtetit dhe me ato merr toka Bregdet dhe ndërton. Po. Ka dhe deputetët e saj në kuvendin e Shqipërisë po deshët ju, mafja e tokave, që është më e rrezikshme atë sot. Kështu që ta harrojnë këtë që nuk ka mafje, lemër ka mafje, patjetër që ka. Të strukturuar tamam,